Përshëndetje. Mirë se erdhët në kanalin Informimi Katolik. Ja ku jemi mas një farë kohe pak të gjatë pauze. Do të mundohemi që kanalin ta mbajmë aktiv. Normalisht nuk është se kemi hoqëm dorë, por ndonjëherë përgjithsisht merremi të gjithë nga ne, ndonjëherë shpeshherë bijem prej kësaj monotonisë përditshme, ditët, punët e përditshme, edhe ndonjëherë e harrojmë që koha fluturon. Edhe gjendemi përballë ndonjëherë themi, ka shumë kohë ka kaluar. Se në të vërtetë është duket që shoqëria po ecën kaq shumë në një vrull kaq të madh, duke humbur përpara syve gjërat më të shmushme, më të vlefshme, që janë miqësia, shoqëria, dashuria, familja, edhe gjërat e bukura të përditshme, ku nga këto gjëra të bukura ndërtohet shenjtëria. Ky është misioni i një besimtari, i kishës, që të jemi të shenjtë. Ky është misioni. Shenjtëria nuk është të bëjmë disa mrekulli dhe të shkojmë në qiell, por në përditshmërinë e vet. Kështu pra, mirë se erdhët dhe njerë, ju kujtoj bëni subscribe, like, këtu do jemi, nuk do humbasim. Komente, shprehni ndonjë mendim, ndonjë gjë, nëse keni pyetje ose sugjerime, dhe do hyjmë një herë tek tema. Unë do të mundohem që kësa radhe ndoshta të jemi shkurtër. Dhe këtë tema do të jetë kush është Zoti. Në episodin e kaluar, jo të kaluarin, jo, më duket para disa 2 episodesh, kemi bërë temën ekzistenca e Zotit. Kemi folur në mënyrë përgjithshme për idenë dhe besimin që njerëzit kanë, dhe kemi dhënë disa argumenta për të favorizuar ekzistencën e një qenie hyjnore, ekzistencën e Zotit që e quajmë ne. Por çështja është që, kemi marrë hapat kryesor, le të themi, kemi arritur në një vetëdije, në një pranim të qetë të një shkaku të universit. Dhe ky shkak është përtej saj, është autori i jetës, ne kemi pranuar, është Zoti. Po tani, cili është? Një video tjetër është pse ka kaq shumë fe, ajo është shkurtër, mund të shkoni dhe ta shikoni dhe atë temë. Por ne do të flasim për konceptin e Zotit, që është ndryshe nga perëndit pagane që besonin njerëzit, sepse ishin krijesa, hyjnizonin krijesat, hyjnizonin aspektet e natyrës. Ndryshe nga ky hyj i cili nuk është në botë ose pjesë e disave, një ndër shumë, por është jashtë këtij. Por duke qenë jashtë, është një qenie ambigue, domethënë që ka mbretërinë e tij dhe gjykon edhe nuk ndërmevepron me njerëzimin. Ne do të shohim. Atëherë pjesa që unë do të nis nga shkrimi i shenjtë, pastaj do të kalojmë ndoshta të citojmë pak Thomas Aquinin dhe katekizmin e Kishës Katolike. Dua të shkojmë tek kapitulli i famshëm se si hyi i zbulohet Mojsiut me emrin e vet. Mojsiu e dim të gjithë profetin, ky pasi ishte një fëmijë i cili lindi në popullin hebre të persekutuar, le të themi, në atë kohë, dhe nëna e shpëton, e largon, dhe ai rritet në një familje egjiptase, arrin në një pikë që vret një ushtar egjiptian, ikën, arratiset. Libri i Daljes, ose ndryshe Eksodi, kapitulli 3, duke filluar nga vargjet 7. Në fakt, për të lexuar kapitullin e plot, do të ishte bukur që të lexonit nga kapitulli 2, rreshtat 23 deri kapitulli 3, rreshti 22. Pra nga 2:23 në 3:22. Zoti shfaqet në këtë kaçuben që merr të zjarr, por nuk digje. Tashti, lecëm kapitulli 3.
Mojsiu po I kulloste delet e vjehrit të vet Jetros, priftit të Madianit. Pasi I dha grigjës mballimin e shkretëtirës, arriti në malin e hyjit Horeb, quaj mali. Një engjëll I Zotit ju duk në flakën e zjarrit në midis të një kaçube. Kaçubja I ishte ndezur flak, por nuk digjej. Hyi e thiri, Mojsi, urdhëro, unë po mundon ta shkurtoj pak. Mos u afro këtu, hiqi sandalet prej këmbëve të tua, sepse vendi në të cilin qëndron është tokë e shenjtë. Unë jam hyji I atit tënd, thot, hyji Abrahamit e Isakut. Pastaj thot, e pash mjerimin e popullit tim dhe dërgoj ty, thot, Po kush jam unë, thot Mojsiu, që të shkoj tek faraoni? Unë do t'jem me ty, thot Zoti. Dhe Mojsiu mendon, po mirë, ky do të ketë një emër, sepse mbezotronte një ide e kulturës pagane që ishte shumë e përhapur, që kishte hyrni të caktuara në vende të ndryshme të natyrës, në mal, dikush në det, dikush në përfusha, dikush në qiell, E Mojsiu I thot hyjit që po qëse unë po shkokam të bijtë e Izraelit dhe po ju thën kam hyj etërve tuaj më dërgoj të ju, po nëse më thonë si e ka emri, çka do t'u them? Hyj, tha Mojsiut, unë jam ai që jam. Dhe hyj I tha përsëri Mojsiut, kështu thua ju bijve të Izraelit, unë jam Jahveu, ai që është, unë jam. Hyj etërve tuaj, hyj Abrahamit dhe hyj I Jakobit më dërgoi tek ju. Ky është emri im I përhershëm. Dhe do të kujtojmë breznie për breznie. Misteri në këtë shprehje ehue, ashe ehue, diçka e tillë është e ngjashme. Pra është një rrënjë, një fjali që unë jam ai që jam. Pra ky emër, unë jam ai që jam. Unë jam ai që unë jam, ose unë jam ai që është rrënja e foljes të jesh. Ekzistenca. Unë jam, më ka dërguar tek ju. Po ç'u kuptim ka? E sipas disa shumicës së biblistëve apo edhe traditës kishës, Zoti do të thotë që shiko se unë nuk jam një emër personal që ti të më zotërosh, si në përgjithësi perëndit pagane, të cilët kishin një vend midis të gjithëve. Unë nuk jam një midis, unë jam ai që zotëron gjithçka, jam jashtë kësaj, por në të njëjtën kohë unë zotëroj gjithçka, unë jam autor I jetës. Është vërtet si një artist I cili hedh pikturën e tij ose shkruan veprën e tij muzikore. Ai është pjesë e saj. E ka hedhur ai vetë. Edhe pse nuk është fizikisht pjesë e atij realiteti, por është në realitetin. Sepse pikërisht është hyj ai që jep jetë gjithçka, që gjallëron gjithçka, që rigjallëron gjithçka. Dhe për këtë arsye, edhe në kuptimin që unë nuk jam një midis shumë, nuk jam nga ato zotat pagano si një person, por edhe unë jam ai që jam, nënt kupton autori njerëz, unë jam vetë. Pra siç tham, është sjell gjithçka në jetë dhe Shën Agustini gjithashtu thoshte që Zoti është më afër se unë jam me veten. Kështu që është pikërisht ai realizimi dhe qëllimi I gjithë krijimit. Prandaj Shën Thomas Aquinas, një nga filozofët dhe teologët më të mëdhenj të kishës, po dhe në botë, në volumet e tij Summa Theologica, pra përmbledhjet teologjike, na flet për në një moment për vullnetin e njeriut dhe vullnetin dhe qëllimin që ka njeriu edhe në lidhje me Zotin. Edhe duhet citoj, thot, kështu nëse flasim për qëllimin përfundimtar të njeriut si synim, gjithçka tjetër pajtohet me qëllimin përfundimtar të njeriut, pasi Zoti, unë jami, është qëllimi përfundimtar I njeriut dhe I gjithçkaje. Megjithatë, nëse flasim për qëllimin përfundimtar të njeriut, si arritja e një qëllimi, atëherë krijesat pa arsye nuk pajtohen me njeriu në këtë qëllim. Njeriu dhe krijesat e tjera të arsyeshme e arrin qëllimin e tyre përfundimtar duke njohur dhe duke dashur Zotin. Pra, Shën Thomas Aquinas e përcakton këtu që qëllimi përfundimtar I njeriut është pikërisht vetë Zoti. Pse? Sepse ai është autori I jetës. Ai është vetë ekzistenca, ai është gjithçka që jep jetë.
Dhe është shumë interesante, në momentin kur i thot hiqi sandalet e tua, thot, sepse vendi ku shkelësh i shenjtë nuk bëhet fjalë për një lloj tradite, por për një simbolik shumë interesante, sepse ti tashmë je i zbathur. Zakonisht pulset vishen që ti t'jesh komod, të përshtatesh në terren, por tashmë je i zbathur. Pra, le të themi në një farë mënyrë, nuk ndihesh i sigurt kur je i zbathur, por je, pse? Sepse në praninë e Zotit, ai është ai që është gjithçka në ty. Është qëllimi yt. Dhe ti je i plot në të. Në këtë rast, pikërisht, ky është edhe kuptimi i emrit hyjnor. Emri hyjnor, Jahveu, ky ishte emri, që cilët e shfaqi Zoti popullit dhe do të jetë i përhershëm, thot ky emër. Edhe në shumë vende të shkrimit të shenjtë pikërisht na flitet ky emër dhe vetë Jezusi do ta marrë mbi vete gjithashtu. E flasim pak më vonë për këtë. Gjithashtu edhe katekizmi na flet në lidhje me aftësinë e njeriut për të njohur hyjin. Pra, njeriu është i aftë për ta pranuar hyjin ka pak zdej. Edhe Shën Agustini thotë që unë e përmend edhe në videon e kaluar, ti je i madh o Zot, dhe kreti denj për lavdi. Na ke bërë për ty dhe zemra jonë nuk gjen pushim derisa nuk pushon në ty. Edhe thotë hyji e ka thelluar në zemrën e njeriut dëshirën për të. Vetë hyji, duke e krijuar njeriu në shëmbëllesën e vet, ka ngulur në zemrën e tij dëshirën për ta parë atë. Edhe pse shpeshherë kjo lloj dëshire nuk njihet, hyji nuk rresh të tërhequrin njeriu nga vetja, me qëllim që ai të jetojë dhe të gjejë në të atë plotësi të së vërtetës dhe të lumturisë që e kërkon pareshtur. Prandaj, për nga natyra dhe thirrja, njeriu është një qenie fetare. Këtë e thot dhe Jungu në librin e tij Psikologjia dhe besimi. E aftë të hyjë në bashkësi me hyjin. Kjo lidhje intime dhe jetësore i jep hyjit dinjitetin e tij themelor, njeriut. Duke u nisur nga krijimi dhe nga bota dhe personi njerëzor, njeriu me siguri mund ta njohë vetëm me arsye hyjin si zanafill dhe qëllim të gjithësisë, si të më të mirën më të madhe, si të vërtetën dhe bukurinë e pafund. Por njeriu, duke e njohur hyjin vetëm me dritën e arsyes, has shumë vështirësi. E përveç kësaj, ai nuk mund të hyjë vetëm në gjirin e misterit hyjnor. Për këtë arsye, Perëndia ka dashur të bëj dritë me zbulesën e vet, jo vetëm mbi ato të vërteta që e tejkalojnë kuptimin njerëzor, por edhe mbi të vërtetat fetare e morale, që edhe pse në vetvete janë të arritshme prej arsyes, në këtë mënyrë mund të njihen si të tilla prej të gjithëve, pa vështirësi, me qartësi të plotë dhe pa rrezik gabimi. Dhe hyji pastaj zbulohet, siç tha, me emrin e vet. Vetveten dhe projektin e vet të dashamirësisë, që e ka paracaktuar që na mshim në Krishtin për të mirën e njerëzimit. Hyji u shfaqet Adamit dhe Evës jo në fillim, thot pastaj. Bën përsëritje me Noein dhe së fundi, zbulesa përfundimtare e hyjit është në Jezu Krishtin, në besimin e krishterë. Është Jezusi ai që jep zbulesën finale të natyrës së hyjit, të prezencës së tij, të qenies së tij. Kjo etapë, thot katekizmi, është realizuar në fjalën e tij të mishëruar Jezu Krishtin, ndërmjetës dhe plotësisë të zbulesës. Ai, duke qenë një lindur të biri hyjit, i bërë njeri, dhe fjala e përsosur dhe përfundimtare e Atit, me dërgimin e Birit dhe me dhurimin e Shpirtit, zbulesa tashmë është kryer plotësisht. Edhe pse, përgjatë shekujve, fesë së kishës do t'i duhet ta kuptoj pak nga pak rëndësinë e madhe të saj. Pikërisht, kështu është zbulesa përfundimtare e hyjit në besimin e krishterë, është pikërisht natyra hyjnore. Një hyj vetëm bashkë ekzistues në vetvete në tre persona, hyjnor, Ati, Biri dhe Shpirti i Shenjtë. Ndoshta për Trininë e Shenjtë na duhet një video tjetër në fakt, por ky është koncepti, që është një natyrë. Dhe ky është hyji,
Hyi nuk është ai që qëndron larg edhe gjykon, domethënë një qenie e shkëputur nga realiteti njerëzor. Hyi është ai që ngulitet në tokë, ai që vjen. Pikërisht filozofia ose më saktë mesazhi i Ungjillit i Biblës është më i veçantë nga besimet e tjera. Pa dashur këtu për gjykuar, nuk po gjykojmë fetë e tjera, patjetër. Sepse Zoti edhe katekizmi thotë në çdo fe ka një grimcë të së vërtetës. Nëse e vërteta në vetvete është absolute, sepse nëse ka të vërtetë, nëse ne themi e vërteta po e gabuar, do të thotë që nisemi nga një bazë përderisa ne përfundojmë arrijmë në përfundimin e të vërtetës. Do të thotë që ka një të vërtetë. Sepse e vërteta s'mund të jetë o kështu ose ashtu, njëri kështu ose ashtu. Për shembull, mali guri është i ngurtë, uji është i lëngshëm, kjo është e vërteta. Ne jemi nisur nga disa realitete që kemi arritur në përfundimin, që e vërteta është e vërtetë. Nëse asgjë s'është e vërtetë, atëherë e vërteta nuk ekziston dhe është ambigue, është relative. Por e vërteta në thelbin e saj është një dhe absolute. Dhe në mesazhin e krishterë e vërteta është një person. Ky është Jezu Krishti, biri i hyjit. Dhe pikërisht Jezusi thotë kam ardhur t'ju jap paqen time. Merrni paqen time, unë nuk ju jap paqen që ju jep bota. Kam ardhur t'ju jap gëzimin tim, që gëzimi juaj të jetë i plot ndër ju. Gjithashtu Jezusi thotë që është vetë e vërteta. Ai është unë jam. Jezusi e merr mbi vete natyrën e emrit hyjnor. Kjo ishte një ndër arsyet pse donin ta vrisnin. Përpara se ti ke para Abrahamin, i thonë, Jezusi thotë po, përpara se ti ishte Abrahami, unë jam. Njerëzit e kuptuan më njëherë këtë shprehje, dhe donin pikërisht ta vrisnin për këtë. Por Jezusi na jep garancinë, edhe vërteton natyrën e tij hyjnore. Pikërisht ai na thotë, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Kush beson në mua do të ketë jetën e përjetshme, jetën e pasosur. Ai do të kalojë nga vdekja në jetë. E kjo është veçantia e shkrimit shenjtë, e traditës, e kishës, e mësimit të apostujve, e së vërtetës së hyjit. Pra ky është hyji, unë jam. Ai që nuk vjen me një pushtim jo kuptimin ushtarak, por nuk vjen me një ndërhyrje, e nuk është se nga lart, ai hyn në realitetin njerëzor nëpërmjet Jezusit. Dhe duke hyrë në këtë realitet të prekshëm, pikërisht kjo fe, ky besim është një marrëdhënie e gjallë me Zotin. Nuk është thjesht një përmbledhje e rregullash. Ato shërbejnë për njeriu, por Zoti nuk varet prej tyre. Dhe pikërisht kështu arritet kjo e vërtetë e plot në hyj, në Perëndin, në unë jamin. Sepse ai vjen si era e butë. Fryn, nuk nxit, ai prek, lehtësisht, butësisht, gradualisht, duke respektuar lirinë njerëzore, jo duke qenë indiferent në asnjë mënyrë. Sepse ai gjithmonë është vazhdimisht ne, në prezent. Përgjithsisht jemi ne që nuk përputhemi, nuk duam ose nuk dëgjojmë. Por është ai që është dashuri, hyji është dashuri, është një bashkësi dashurie. I atij që dashuron, personin që dashuroi dhe dashurisë midis tyre. Është një person konkret, jo pjesë e krijimit, por në krijimin prezent. Mos e ngatrojmë me panteizëm, në shpirtin tënd prezent. Ai realizohet në Krishtin, i cili vjen dhe e ngre tendën e tij mes nesh. E unë shpresoj që të kemi qenë i qartë pak a shumë. Ky është koncepti i hyjit. Kush është hyji? Ky është pra në kuptimin biblik dhe sipas kishës, hyji nuk është një qenie që jeton jashtë universit dhe në një botë tjetër, në kuptimin edhe pse është realiteti i tij hyjnor, por ai është gjithmonë present dhe në krijimin e vet. Gjithashtu e mban krijimin sepse është autori i gjithçkaje. Është ai që nëpërmjet tij gjithçka vjen në jetë. Prandaj është vetë
ekzistenca, unë jam. Dhe ai mundet të jetë në mendjen tënde, në shpirtin tënd, shumë thjesht. E kjo ishte pra dhe tema që ne përgatitëm sot. Do të shihemi në temat e ardhshme, duke shpresuar që mos kemi ndoshta në një distancë shumë të madhe. E deri atëherë unë ju uroj gjithë të mirat, shëndet, mos harroni like, subscribe, share, dhe do të shihemi në serinë e ardhshme.